Lajert Hasalla dhe Mariglen Matjani, u gjetën fajtor nga drejtësia pas provave të mbledhura gjatë hetimeve disa mujore, të cilat dokumentuan planifikimin dhe ekzekutimin e një atentati të armatosur me rrezikshmëri të lartë për jetën e disa personave. Sipas organit të akuzës, Lajert Hasalla kishte organizuar sulmin për motive hakmarrjeje pas vrasjes së vëllait të tij, Romeo Hasalla. Për realizimin e planit, ai ka bashkëpunuar me Mariglen Matjanin, të cilit i ka kërkuar eliminimin fizik të kushëririt të tyre, Mario Hasalla. Ngjarja ndodhi më 30 mars 2023, rreth orës 16:00 në zonën e quajtur Pisha, në fshatin Garunj të Lushnjës. Sipas hetimeve, autori i dyshuar ka qelluar 11 herë me armë zjarri në drejtim të automjetit ku udhëtonte shënjestra. Si pasojë të shtënave mbeti e plagosur pasagjerja në sediljen e parë, ndërsa drejtuesi i mjetit arriti të largohej duke shtuar shpejtësinë. Prokuroria theksoi se atentati mund të kishte shkaktuar pasoja edhe më të rënda, për shkak të rrezikut që paraqisnin të shtënat në një zonë të banuar. Sipas dosjes hetimore, konflikti mes familjarëve ka nisur nga një mosmarrveshje për pronësinë e një toke prej rreth 2 hektarësh, e cila ndër vite është shndërruar në përplasje të dhunshme. Përplasjet kulmuan në vitin 2021 me një tjetër ngjarje tragjike, ku mbeti i vrarë Romeo Hasalla dhe u plagosën disa persona të tjerë. Me vendimin e dhënë, gjykata synon të japë një mesazh të qartë kundër krimeve të hakmarrjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa autorët do të vuajnë dënimin me 25 vite heqje lirie secili.